Kur e përmende këtë pjesën e bajameve, zorës shore, më la përshtypje sepse a mundesh pak më na spjegu për ata që bëra ndjekjen të jemi sa më të thjeshtë që jo secili prej neve studiojmë shkencën. Si e ka parashiku në librat fetar, parashikimet e Zotit, krijimit, krijuesit, rolin e bajameve, apendiksit në këtë rast, dhe si e ka parashiku shkenca, cilat janë që ato të përbashkëta? Po, në aspektin shkencor, ne e shohim që nëse fillojmë nga kuka lartë si çdo mjek, çdo mjekësi apo çdo zhvillim i ekzaminimeve shkencore, bajamet janë deri në moshën 6 vjeçare shumë të rëndësishme sepse e parandelojnë një infekcion i cili dëpërton në organizëm. Gjatë infekcioneve, ato kanë qelizat të mjaftueshme të bardha dhe monocitët, cilat agojnë apo reagojnë si ushtar për mbrojtjen e organizmit kundër infekcioneve apo kundër armikut i cili futet në organizëm. Do të deri në këtë moshë, posa të krijohet dikon një lloj pezmatimi apo bakteri, ato aktivizohen dhe përpiqen që të jenë kundër apo të agjerojnë kundër këtij procesit infektiv. Edhe nëse kemi infekcione, pastaj krijojnë proceset monocitëve që janë në kundërshtim me procesin e pezmatimeve që ato t'i largojnë nga organizmi, por edhe në këtë rast, nëse e shohim, Zoti thotë, unë po e krijoj njeriun komplet. Pa marrë parasysh tani ai pas 20 vitesh do të jetë i mençur, do të jetë shkencëtar, apo do të jetë punëtor, apo do të studioj. Unë të krijoj çdo njerin, do ta krijoj çdo njerin të njëjtë. Pastaj në pjesën shkencore të zorës së qorë, aty bashkohet zora e trashme zorën e hollë dhe tu krijohet quhet cekum në procesin shkencor dhe metorinat të cilat kalojnë nga zora e hollë, cilat zbërthehen, ushqimi dhe tretja, kalojnë pastaj në zorën e trashë dhe këtu formohet krijimi i substancës e fecisit, e cila reagohet nga organizmi dhe një pjesë e saj filtrohet deri në një moshë caktuar nga zora e qorë dhe këtu ka një funksion pasiv. Në kohën kur fillon pezmatimi i zorës qorë, atëherë mund të largohet pa asnjë lloj problemi dhe pacienti nuk kanë asnjë lloj shqetësimi që i pengon ose në procesin fiziologjik të organizmit apo në procesin e largimit të substancave helmose që duhet të largohen nga organizmi. Kurse nëse shohim atë aspektin fetal, Zoti thotë, unë po e krijoj njeriu gjithë atë që i nevojitet për me jetu shëndetshëm. Gjithë atë. Nëse në një kohë, në gjë nuk është e nevojshme apo nuk e kryen funksionin e caktuar, atëherë mund të largohet, por se trupi i njeriu mbetet ashtu siç unë e kam krijuar. Prandaj edhe një proces tjetër, do të thotë një mjekësia, një kirurg, operojnë pothuajse çdo gjë që është patologjike, që nuk është normale në organizëm dhe që duhet largohet nga organizmi apo të zëvendësohet me aparatura apo me gypet të veçanta të cilat mund ta ndihmojnë organizmin që të jetojë më tutje. Prandaj ne bëjmë prerje në bark nga lart deri poshtë dhe depërtojmë në organe. Në ndikimin e narkozës, në këtë kohë pacienti s'ka dhimbje sepse ka narkozën. Kurse pas zgjohet nga narkoza, pacienti ka dhimbje tani dhe vara e cila është hapur komplet qepet. Ne s'bëjmë asnjë gjë tjetër pos qepjes së barkut. Por pas 4 javësh deri në 6 javësh shërohet. Ne tani nuk ndikum asnjë gjë në shërimin e plagës, ne duhet vetëm të afrojmë lëkurën dhe indet njëra me tjetrën, por organizmi, fiziologjia dhe Zoti i ndrikon e shëron prapë pas një kohe. Kurse ne tani kohën e fundit kemi biseduar prapë në emisione tjera që ka mundësi tani në ndërtimin e proceseve të shumta fiziologjike që ky proces të shpejtohet brenda disa orëve, të shërohet. Do thotë, por është jashtë ndikimit të forcës së Zotit apo Allahut i cili i ka krijuar njeriu. Do thotë edhe kjo mund shife sepse këtë krijoi e ndrikoi dikush. Këto janë gjërat që mu më kanë shty të shoh cili është dallimi mes këtyre dy proceseve.